nga Leonard Koja në Window Radio.ai. Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se takohemi sërish së bashku në puntatën e radhës Horizon. Sonde është e premte, data 10 prill 2026 dhe ne jemi live këtu nga studio qendrore në Gjermani dhe unë jam Leonardi si në çdo emision, si në çdo puntatë Horizon, sepse Horizon është emision i drejtuar nga unë dhe këtu nga studio qendrore në Gjermani. Duke uruar dhe duke shpresuar që të jeni të gjithë mirë, të keni kaluar mirë, të jeni mirë familjarisht dhe të keni patur një javë sa më pozitive dhe sa më të këndshme, të realizueshme në dëshirat tuaja, në punët tuaja. Ne kemi ardhur në fundjavë dhe është dita e parë e fundjavës ose mbrëmja e parë e fundjavës dhe shpresoj që të jeni pranë valve të Window Radio dhe ne të komunikojmë dhe të bashkëbisedojmë njëri me tjetrin. Unë, si gjithmonë, dua t'ju rikujtoj mundësitë se ku mund të ndiqni Window Radio për të gjithë ata miq të rinj, po për të gjithë ata që kanë dëshirë të rikujtojnë se ku mund të ndiqet. Window Radio ka disa mundësi për të ndjekur, pra është website-i zyrtar windowradio.ai ku ju mund të ndiqni emisionin live, mund të dëgjoni muzikën së 4 në 7 përzgjedhur nga DJ Bledi, DJ Radio Stone. Po ashtu në këtë website mund të lexoni dhe lajmin e fundit, mund të informoheni nga fusha të ndryshme aty ku ne përpiqemi të përzgjedhim lajmin, pra qoftë nga politika, fusha sociale, sport, showbiz e të tjerë. Po ashtu Window Radio ndiqet edhe në 2 platformat globale ose platformat më të mëdha botërore të radiove, siç është TuneIn dhe Radio Box. Ju mjafton që të shkarkoni njërën nga këto platformat, TuneIn ose Radio Box. Janë platforma pa pagesë, shkarkoni në Play Store, Apple Store dhe ju mund të ndiqni në mënyrë më komode emisionin apo dhe muzikën gjatë gjithë 24 orëve që ne përzgjedhim dhe DJ Bledi përzgjedh për ju. Mund të na ndiqni dhe në platformën Radio Shqip, e cila është platforma e radiove kryesore shqiptare dhe kjo e njëjta mënyrë, pra mund të shkarkoni Radio Shqip dhe të kërkoni Window Radio dhe ne do jemi aty. Edhe kjo platformë është pa pagesë. Po ashtu mund të kërkoni në Google Search Window Radio.ai live dhe jemi edhe aty live, pra mund të ndiqni dhe emisionin direkt përmes Google. Po ashtu dhe në faqen zyrtare të Facebookut Window Radio.ai ku ju këtu mund të bëni komente, mund të dërgoni pyetje për të ftuarin dhe ne në varësi të kohës do shikojmë mundësinë për të përzgjedhur në një koment apo në një pyetje që është edhe interesant për të ftuarin. Ritransmetimi i emisionit të sotëm është në orën 3 pas mesnatë ose në orën 21 me orën në Amerikë dhe në Kanada, pra për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin në plot apo kanë dëshirë të ridëgjojnë emisionin, pra është në orën 3 pas mesnatë me orën evropiane dhe në orën 21 me orën Amerikës dhe të Kanadas. Po ashtu emisioni është edhe nesër në faqen zyrtare të YouTube-it Horizon Window Radio hapësirë.de ku ju mund të bëni një subscribe aty dhe mund të vinë të gjitha njoftimet apo programacionet që ne kemi përzgjedhur për ju. Miqtë mi, Window Radio ka dhe disa mundësi të tjera, pra jemi edhe në shumë platformat të tjera, gjë që s'është nevojshme që ne t'i përmendim, por pothuajse jemi në të gjitha platformat e radiove, pra në ato platformat kryesore dhe serioze, jemi përpjekur që edhe Window Radio të jetë aty e regjistruar dhe të jetë sa më aksesueshme për të gjithë ju. Po ashtu është edhe një mundësi tjetër për të gjithë ata që kanë Play Store, mund të shkarkojnë Window Radio. Pra për gjithë ata që kanë pajisjet me Play Store mund të shkarkojnë Window Radio dhe do jemi pra na kanë gjithmonë në pajisjet e tyre. Miqtë mi, si gjithmonë, si çdo natë unë ju kërkoj në mënyrën më miqësore të mundshme t'i bëni një shpërndarje faqes së Facebookut pra Window Radio në faqet tuaja të Facebookut apo në grupe të ndryshme ku ju jeni të antarësuar. Kjo nuk është se ne fitojmë diçka apo dhe ju humni diçka nga kjo, por
si ne si ju fitojmë atë gjën më të madhe, pra fitojmë miq të ri, sepse Window Radio, siç e kemi thënë vazhdimisht dhe siç e thonë të gjithë moderatorët e Window Radio, do jetë gjithmonë e hapur dhe është vetëm një mikrofon i hapur për të gjithë ju, është një dritare për të gjithë ju dhe ne si staf përpiqemi të jemi ata shoktorë të denj për ju, pra të gjithë ju që keni dëshirë për të komunikuar apo keni diçka për të promovuar, keni një histori për të treguar, pra Window Radio mjafton që ju të na shkruani në rrjetet tona sociale apo në numrin zyrtar të radios apo në numrat e moderatorëve të tjerë, në numrin tim, dhe ne gjithmonë do përpiqemi që të jemi dhe t'ju krijojmë hapësirë për çdo dëshirë apo për çdo gjë që ju keni dëshirë të flisni. Unë sot në dua të bëj edhe një njoftim tjetër. Në Window Radio nesër do filloj dhe do startoj emisioni më i ri, ku do jetë emision për fëmijë dhe për të rinj. Emisioni quhet Zemra Shqip, do jetë në orën 4 të mbasditës ose në orën 16 nesër, ose në orën 10 të paraditës me orën e Amerikës dhe të Kanadas, pra ku do jetë për herë të parë starton emisioni i ri për fëmijë, Zemra Shqip, dhe ky emision moderohet dhe drejtohet dhe ideohet nga Mimoza Hoxha Agastra dhe Aleksandër Shallvari. Pra janë ta dy moderatorë që ditë mërkur kanë ora poetike, pra siç e keni vënë re, të mërkurën e kaluar, pra si bie pardje, ka startuar për herë të parë në Window Radio ora poetike me Mozën dhe me Sandrin. Po ashtu Moza dhe Sandri nesër do startojnë emisionin më të ri për fëmijë dhe të rinjt, Zemra Shqip. Kështu që do kërkoja që të afroni fëmijët tuaj, të rinjt tuaj pranë këtij emisioni dhe të bëheni edhe ju pjesëmarrës dhe pjesëtar të emisioneve për fëmijë, qoftë poetët apo shkrimtarët që shkruajnë letërsi për fëmijë, mund të kontaktojnë me Mozën dhe me Sandrin, apo mund të kontaktojnë edhe me numrin zyrtar të radios për të përcjell ato shkrimet e tyre, vjershat e tyre për fëmijë, por edhe të gjithë ata fëmijë, të gjithë ata prindër që kanë dëshirë që fëmijët e tyre të jenë pjesëmarrës në këtë emision, mund të na shkruajnë qoftë në numrin zyrtar të radios, qoftë në numrat tonë si moderator, qoftë Moza dhe të Sandri, pra dhe fëmijët e tyre të jenë të angazhuar në emisione, qoftë me vjersha, qoftë me këngë, qoftë me shkrimet e fëmijëve, pra si të kenë dëshirë ata. Pra ky është emisioni më i ri dhe së shpejti në Window Radio do fillojnë dhe emisionet e tjera ku ne po përpiqemi si staf të bëjmë më të mirën dhe shpresojmë që më mira jonë vjen gjithmonë vetëm nga suporti juaj dhe mbështetja juaj, që s'na ka munguar asnjëherë dhe shpresojmë që mos t'ju zhgënjejmë. Okej miq, pra kjo ishte ajo fillimi im që më thënë të drejtën edhe më pëlqen edhe s'më pëlqen, sepse nuk kam shumë i mirë të kjo pjesa monologut, por janë disa gjëra, janë disa detyra që më duhet t'i bëj, më pëlqen apo s'më pëlqen. Miqtë mi, sonde i ftuari është një ftuari i veçantë, sepse do të quaja shumë dimensional. Është shkrimtar, përkthyes, është moderator, është mbi të gjitha, është një person vizionar dhe një person që përcjell gjithmonë atë pozitivitetin dhe ka gjithmonë një vizion të qartë për atë çfarë do të arrijë vetë, por edhe për atë çfarë do të përcjell tek dëgjuesit, tek lexuesit e tij apo tek me çdo që ai ka komunikim. Por që mos ta zgjas me këto të mijat, por që ta shpjegoj pak më shumë dhe të kuptojmë pak më shumë, unë ftoj Bardhul Toda, i cili është dhe më ndërrol sonde në emision. Zoti Toda, mirëmbrëma, përshëndetje.
Zëti të do unë jam mirënjohës që më ndëron dhe jam mirënjohës që ju jeni një mik i Window Radio dhe ne kemi nevojë për njerëz të tillë si puna juaj, qoftë për suportin, qoftë për mbështetjen, sepse ju për vetëm një karriere të gjatë të fushës së letërsisë apo të fushës së artit, ju jeni edhe vetë një moderator dhe ne përpiqemi të mësojmë nga ju dhe e duam patjetër atë mbështetjen, suportin tuaj të sinqertë dhe për këtë të jam shumë mirënjohës. Nuk e di nëse do më lejosh të bëj një bashkëbisedim shumë miqësor, pra të flasim bardhi, nardi, pra të flasim në këtë formë të bashkëbisedimit si të ishim në një kafe, sepse ndoshta është edhe më thjesht edhe për vetë dëgjuesit. Sepse në të vërtetë ju jeni zotëri, por përveç asaj që jeni zotëri, mi fjalë jeni më ëmbël ku jeni kështu i thjeshtë. Bardhi, ti ke një jetë që merresh me artin, merresh me letërsinë, merresh me gazetarin, ku diun, me shumë çka dhe nuk duhet të përsëris shumë gjëra sepse ndoshta edhe harroj ndonjë gjë apo gaboj diku. Por si ndihet Bardhi me veten? Shumë e bukur kjo, shumë e bukur, shumë e bukur kjo. Mhm. Absolut. Kuptoj, po diskutim. Po po si çdo artist, jo po shiko, si çdo artist që minjerën e vet e ka plot, por e jep gjithmonë në shfrytëzim falas. Bardhe shiko, nëse ne fusim në një kornizë pak ndryshe bisedën, duke patur parasysh që shumë gjëra kanë ndryshuar, mënyra e komunikimit, mënyra e të shkruarit, a mendon që letërsia dhe gjuha e ka humbur atë rëndësinë e vet duke patur parasysh që nuk ndoshta nuk jam gabim, por edhe gjetje e dur nuk është duke patur parasysh që ka edhe shumë banalitet, jo banalitet thjesht në komunikim zhargon, por flas banalitet në mënyrën e se si perceptohet, se si lexohet, se si shkruhet. Mhm. Mhm.
Kuptoj. Absolutisht. A mendon Bardhi sepse duke pas parasysh që më vërtet ka, shumë mirë që ka botime, ka shkrimë, s'kemi asgjë as kënd, por a mendon që gjithë këto botime, shkrime, gjitha fusha, po themi, proz, poezi, gjitha zhanrin e letërsisë, a mendon që po kalojnë pa një filtr, nuk ka një kritik, nuk ka një filtr dhe kjo ndoshta po e dëmton apo po e largon edhe lexuesin ndoshta nga libri, apo është edhe një lexues që nga ky tranzicioni që ne shqiptarëve po na zgjat jo pak si shumë, po tepër si shumë, dhe ka rënë vetvetiu ajo dëshira e leximit. Shpresoj që pak të në transmetim dhe në server pun po të ndjek, dëgjohet shumë mirë, por shpresoj që Bledi do rregulloj, sepse unë ndjek këtu nga serveri me fjalë bashkëbisedimin edhe në kufjen dhe kuptoj. Në lidhje me përgjigjen e pyetjes, pak më parë atë desha të them. Jo, më fal Bardhi, të ta konfirmoj në hyrjen e Facebook dhe dëgjohet shumë mirë. Pak këtu nga Facebooku im. Kështu që nuk e di. Në rregull. Por shpresojmë që qose diçka teknike mund të rregullohet. Kjo është në varësi të internetit apo të ku e ndjekin edhe njerëzit, apo kupton? Ndoshta 2 miqtë e mi që më kanë shkruar janë nga Elbasani. Ne I përshëndesim. Çdo gjë që është për të rregulluar, Bledi të rregulloj, por këtu në transmetim në server është gjithçka okay, po edhe këtu nga Facebooku im dëgjohet. Tani më vjen konfirmimi që dëgjohen pastër. Okej. Shumë faleminderit. Ecim. Pra, vazhdojmë. Po, me ty besoj se kuptojmë shumë drejt se je vetë moderator, je vetë gazetar dhe kur janë këto transmetimet live normalisht edhe mund të ndodhin të tilla probleme, me fjalë, sepse jemi në varësi të internetit, në varësi të teknologjisë. Po, patjetër, dhe normalisht përderisa jemi të varur nga dikush tjetër, jemi të detyruar të pranojmë dhe kushtet edhe rastet, kështu që nuk është diçka tragjike. Nuk është tragjike. Po I dashur Nardi, unë do thosha që edhe me përgjigjen që thash pak më parë, këtu konsistoja pra duke qenë se në radhë parë për mendimin tim cilësia për të tërhequr lexues vjen nga brumi që ti përcjell tek lexuesi, që ta bësh të afërt të mos ndahet nga librat, ndërkohë brenda kësaj krize, siç thash më përpara, fatkeqësia ndodh edhe për një arsye tjetër që natyrisht unë kam thënë edhe herë të tjera në emisione të ndryshme që rënja e cilësisë së arsimit, rënja e mungesës së kërkesës së llogarisë padyshim ndikon pastaj edhe tek brezat. Që do të thotë, duke bërë krahasimet e viteve tona, të viteve para 90, minimalisht bëj krahasimin me shkollën e mesme, ku unë kam mbaruar, dhe me shkollën e lartë, e them me plot gojën që më të lehtë kam pasur shkollën e lartë se sa shkollën e mesme, në kuptimin e kërkesës llogarisë. Jo sa në shkollën e lartë mungonte cilësia, kishte tjetër drejtim, por në mënyrën e organizimit, duhet të themi që ajo diktatura ka patur këtë anë të mirë sepse ka pas një kërkesë llogarie të jashtëzakonshme. Dhe kërkesa llogarisë patjetër që në radhë parë nxirret mësues dhe pedagog cilësor dhe më pas vishin të tjera. Dhe duke qenë në këtë kuadër, natyrshëm më vjen
logjika dhe besoj që gjithkush bashkohet me këtë logjikë që nëse ke diçka për të dhënë, dita japësh, dhe nëse s'ke, nuk ke çfarë të japësh, dhe në këtë rast mësuesi është faza e parë dhe pika kryesore. Shiko Bardi, a mendon që është bërë me një farë dashje kjo dëmtimi i arsimit apo dëmtimi i filtrave kritik? Është një projekcion i bërë, është apo duhet t'ja lëmë gjithmonë atij emigracioni që ikin njerëzit ikin, dhe pra kush mendon se është ai problemi që po ndodh kjo, sepse ne nuk mund të themi 35-36 vite pra si thush tranzicion, sepse kjo është të mërshme. Ne s'mund ta themi dot sepse s'na pëlqen, por realisht kjo është e vërtetë dhe akoma jemi në tranzicion. Akoma jemi pra, po pse po na zgjat ka shumë. Pikërisht më bëhet një pyetje, a mendon që është me dashje? Fatkeqësisht unë mendoj që mund të jetë me dashje. Unë personalisht. Më thënë drejtë edhe unë këtë mendim kam, kupton, sepse i thon 30 ca vite, janë breza, vjen parasysh. Pra është Leonard, se gjithçka dhe themi atë shprehjen popullore që dhëmbi, gjua shkon ku dhem dhëmbi. Realisht në këtë dashje do të quhet në thonjza, por që ja heqim dhe thonjza dhe nuk është fare tragjike për mendimin tim. Kuptoj. Që kjo dashakeqësi që ndodh natyrshëm që vjen nga drejtimi politik i Shqipërisë. Dhe duke parë që minimalisht duhet të pohojmë faktin se është shumë e dhimbshme. Elbasani ka patur një shkollë pedagogjike e themeluar në vitin 1908. Më fal, 1909. Në 1 dhjetor 1909 është hapur për të parë pedagogjika dhe është cilësuar universiteti i parë shqiptar. Dhe ai pedagogjike në ato kushte, pavarësisht me ndërprerje të shkurtra në periudha të ndryshme historike, për arsye historike që akoma Shqipëria s'kishte marrë pavarësinë dhe natyrisht një Shqipëri tepër e brisht për kohën, prapë e gjeti forcën për të mbajtur gjatë arsimin. Dhe ajo shkollë ka nxjerrë me 10 kuadra, të cilët vërtet ishin ato dallondyshet e para që përhapën edhe në trevat shqipfolse, jo thjesht gjuhën shqipe dhe rrugën dhe mbrojtjen e saj, por që janë themelues të shumë shkollave shqipe, sidomos në trevat e ish Jugosllavisë kohës. Edhe përgjatë luftës së dytë botërore apo luftës antifashiste nacional çlirimtare, normali Elbasanit prodhonte mësues dhe shumë nga normalistët, ato që ishin idealistë dhe u shkëputën nga bankat e shkollës në mbështetje të çlirimit të Shqipërisë, ishin dhe një plejadë të tyre që ikën dhe në trevat e ish Jugosllavisë, edhe duke luftuar, edhe duke dhënë mësim. Pra një gjeneratë e cila vërtet ka nevojë Shqipëria edhe sot. Ne jemi krenarë që kemi pasur, por jemi fatkeq që atë lloj plejade duke mos ditur ta ruajmë dhe t'i ngrejmë vlerat, po humbim gradualisht dhe po humbim dhe vlerat e sotme në një farë mënyrë. Absolutisht, edhe është vërtet e dhimbshme Bardi, sepse kjo ndoshta nuk është aq si thosh për brezin ton, pra për brezin e viteve 80, a kupton, dhe për brezin ton ne akoma vazhdojmë dhe ruajmë diçka, mbajmë diçka, por problemi është që unë këtë projekcionin e frikshëm ose këtë tranzicionin e pafundëm që ne po kemi, unë e shoh të dhimbshëm tek brezi i ri, qoftë tek brezi i ri që rritet në Shqipëri, qoftë tek brezi i ri, sepse do të kemi parasysh që kemi brez të ri, po madje edhe të rritur, sepse kanë nikur që në 90-91 njerëzit, apo ata që kanë nikur para 90-s, pra shoh këtë dëmtimin e të rinjve me këtë sjellje, mendoj. Apo me këtë tranzicion që ne e themi, por duhet të kuptojmë që nuk është tranzicion, është projekt. Duhet ta quajmë projekcion. 36 vite janë shumë. Janë vërtet shumë dhe asnjë shtet sot kudo në botë, duke kaluar në këtë lloj tranzicione siç kemi kaluar ne, pra ndryshime regjimesh politike nga monopartiak në shumë partiak, nuk e kanë kaluar me kaq dhimbje dhe kaq gjatë sa po kalon Shqipëria. Shohim vendet e ishlindjet, ish komuniste, për shembull Bullgaria, Polonia, pikërisht. Rumania, Hungaria, Çekia, ku diu mos i marrim rradhë se plot, a kupton? Por ama ata në Bashkimin Evropian. Pikërisht, do thosha minimalisht ato janë pjesë e BE-s sot.
Kështu që dhe ndërkohë un kam një mendim tjetër, përveç se politikës sot me ndoshta pozitive do ta quaja për afrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, unë e them me bindje dhe jam krenar për këtë që them që ishte vetë populli shqiptar, të gjithë emigrantët tanë që u bën pasaporta e kombit shqiptar, që edhe bota të kuptonte vërtet a janë këto ato njerëz që ne kemi dëgjuar ndryshe apo jo, sepse është fakt që shqiptarët kudo që kanë qenë, jo thjesht që janë punëtor, jo thjesht janë të urtë dhe kokulur në kuptimin pozitiv fjalës për punë, pra duke ndarë raportin pronar punëdhënës dhe punëmarrës, por duke përcjellë ato vlera kombëtare që ne kemi. Mikpritjen, dashamirësinë, portën e hap, gjë që vendet e tjera nuk e kanë kaq të theksuar sa kemi ne. Plus që më thonë të drejtë ke shumë shqiptarë që shkëlqejnë, për ndim që janë shumë mirë, janë njerëz të afirmuar, janë njerëz si thosh tashmë edhe në kuadra të drejtuese në për politikën e perëndimit apo në fusha të ndryshme, pra dhe kjo është ajo pasaporta që shqiptarët e diasporës po përpiqen ta japin, por shqiptarët e Shqipërisë, politika e Shqipërisë është shumë larg. Bardhi, sa mendon që ndikojnë këto globalizmat, këto ndikimet e fjalëve të huaja tek gjuha shqipe? Duke pas parasysh gjithmonë pjesë e tyre që shkruajnë, mediat, gazetarët, komplet pjesa, nëse mund ta quajmë pjesa intelektuale, sepse me këtë pjesa intelektuale s'm pëlqen të luaj shumë, sepse ti je intelektual është diçka tjetër dhe ti je për të shkruar diçka tjetër. I dashur Leonardo, të dashur dëgjues të radios, e themi që tranzicioni shqiptar pra gjithë kjo krizë ndikoi në të gjitha fushat. Por tek pjesa gjuhësisë ndodhi diçka tjetër, çik më tragjike do ta thoja kështu, ose tragjikomike, më saktë. Për faktin e thjeshtë se duke hapur portat dhe duke shkuar në vende të ndryshme të botës, natyrisht që secili ka kulturën e vet, ka leksikun e vet të gjuhësisë së përditshme. Dhe fakti tjetër është që ato që dolën pastaj si intelektual apo si deputet, apo si kuadro partijak, duke pas parasysh faktin tjetër që para 90-s të ishte një drejtor që edhe me shkollë mesme duhet kishte një bagazh, pra kishte kaluar disa sita. Dhe e kundërta erdhi pas viteve 90 dhe pikërisht ky lloj kontingjenti tash, duke dashur të tregojë që është intelektual, filloi të flasë me fjalë të huazuara nga gjuhë të tjera për të treguar që ka klasë, ka nivel dhe duket i lexuar. Pavarësisht se një që është i lexuar e kupton shumë saktë se sa bagazh ka ai dhe sa i aftë është ai ti përdori dhe si ti përdori ato fjalë. Kemi raste plot që edhe sot përdor e njëjta fjalë paralelisht, por ndërkohë njëra në gjuhë thuaj dhe tjetra në shqip. Për shembull kam dëgjuar shumë herë. Prija e pavarur dhe sovrane, që është e njëjta gjë, sovranitet vjen nga Osmanlisja e vjetër, pra pavarësi. Pra Shqipëria e pavarur dhe sovrane, është e njëjta gjë, Shqipëria e pavarur dhe e pavarur. Jo, pra po marr një aspekt. Shikoj Bardhi, kur përdorim këtë fjalë kështu, edhe është pjesa pse kur thon shikoj përdor fjalë të mëdha, është intelektual, a kupton? Po ky që përdor fjalë shqip, ja, ky përdor të vogël, nuk është intelektual ky. Ndoshta kjo ndodh Leonard sepse ne duke pasur gjuhën tonë për ditë në përdorim, na duket normale dhe nuk e kuptojmë që sa vlerë ka në vetvete gjua. Dhe mos harrojmë që nëse sot flasim shqip, janë sakrifikuar 10 jetë në kohra të ndryshme, dhe është lapidar për ata të cilët vërtet e mbajtën këtë gjuhë të gjallë dhe ne kemi detyrimin ta forcojmë dhe jo ta dobësojmë siç po ndodh. Dhe mos harrojmë që kemi një kongres të manastirit që është krijuar para se Shqipëria të ishte e pavarur në 1912. Pra një kongres i cili vërtet hodhi bazat shkencore për një gjuhë të standardizuar shqipe dhe një alfabet të përbashkët gjithë gjuhës shqipe. Dhe përpos debateve këtu ka një detaj shumë domethënës në përdorimin e gërmës ë. Një pjesë nuk ishin dakord, madje në ato që di unë edhe Fista nuk ishte shumë për krahas i gërmës ë, se
nuk din të ta përdorë, pavarësisht se Në fonetikisht në një farë mënyrë Në shkodrasje themi është. pikërisht. Por pavarësisht debateve, edhe ai pranoi që ja të futim në gjuhën shqipe dhe sot e kemi. Dhe madje ka një humor tjetër, se Ndre Mjeda e përdorte dhe e dinte si përdoreshe, kur Fishte ka dërguar disa poezi për redaktim Mjedës, i kanë nxjerrë sa të shkruajta nga xhepi dhe ka thënë tash ja ku i ke këto dhe përdori vini ku dush. E bukur ja. Por dalë gjithmonë tek madhështia që edhe përveç divergjencave kishin kulturën e bindjes dhe duke besuar dhe tek fjala e tjetrit dhe tek argumenti i tjetrit. Pra një anë e kundërt e asaj që ndodh sot në minimalisht skenën politike dhe në përgjithësi ka edhe në botë akademike që po shikojmë sot lloj-lloj kundërshtish dhe për fat të keq jo të bazuara shkencërisht në një farë mënyrë. Absolutisht. Dhe është e pjesa më e bukur sepse kemi sa dushin i dëgjojmë duke folur me këto fjalë të mëdha ose me këto fjalë të huaja dhe po ti thuash ta zbërthej në shqip ose të jap kuptimin e duhur në shqip ngec. Por gjithsesi. Të nderuar miq, ne po flasim me Bardhin pak, bëm këtë lloj hyrje me Bardhin duke patur parasysh se sikur e thash në fillim është shumë dimensional. Bardhi ka studiuar gjuhë tërësi dhe normalisht nuk mund të rrinim pa bërë një hyrje të tillë me zotin Bardhul Todat, cilin e falenderoj që më ka nderuar sot në emision dhe nderon të gjithë dëgjuesit e Window Radio dhe sinqerisht jam mirënjohës. Bardhi, do të kaloj pak diku tjetër, të njohim një Bardhi tjetër ose të njohim një Bardhi të hershëm, të më fjalë sepse ti këtë rrugë tin ke, kupton? Dhe ne jam përpjek që mënyrën e bashkëbisedimit më jo ta bëjmë si pyetje përgjigje, po të bëjmë një lloj bashkëbisedimi dhe për të kuptuar diçka më shumë. Ju jeni marrë me përkthimin, merreni me përkthimin nga shqipja në gjuhën greke dhe anasjeltas, nëse qofsha gabim, po? Po. Përkthimi Bardhi është një akt teknik apo është një akt krijues që do shpirt artisti për të përkthyer? Si mund të na shpjegosh ti që ke përkthyer shumë nga dy gjuhë, si nga shqipja si nga greqishtja? Brenda kësaj fushë unë kam lexuar dhe teori të ndryshme pra në lidhje me teoritë e përkthimit do thosha. Por ka dy kategori që janë bazë, e para që quhet përkthim që është fjalë për fjalë dhe e dyta është faza përshtatje, pra përshtatje gjuhësore. Dhe nëse do dalim tek përkthimi fjalë për fjalë, pra që quhet dhe përkthim kal, kjo është në një farë mënyrë ana zyrtare e dokumentacioneve, për shkak se janë certifikatat që nuk mund të bësh asnjë lloj ndryshimi, sepse emri i personit, datëlindja dhe këto janë të gjitha standarde dhe do përsëriten ato që janë aty. Ndërsa po të kthehemi tek letërsia, patjetër që do të ketë përshtatshmëri. Por kjo përshtatshmëri pastaj dalin tek pjesa tjetër e pyetjes tuaje që nëse nuk ke një sens krijuesi brenda vetes, është e vështirë që nxjerrësh një cilësi të mirë përkthimi. Që ta përshtasësh me atë që do të thoshte autori apo që ka dashur të përcjell. Sepse duhet të themi që transmetimi i gjuhëve ose bartja e gjuhëve, dhe madje një miku im shumë i mirë, Ilir Mborja, më cilëson hamalli i gjuhëve, pra i merr gjuhën nga një vend e çon në vend tjetër. Gjetje e bukur, e përshëndes. Gjetje, si kisha dëgjuar ndonjëherë, gjetje e bukur. E përshëndes. Pra për të marrësh një gjuhë, ta vendosësh brenda një gjuhe tjetër, natyrisht që ka përshtatshmëri, sepse vetë leksiku, aq më tepër që gjuha greke ka 7 fjalë për një kuptim dhe gjë që nuk e ka shqipja, por e ka pasurinë leksikore që ta përshtas atë sipas kontekstit që vjen. Natyrisht që duhet kesh edhe atë pjesën e artit brenda, pra për të krijuar atë lidhje të bukur artistike midis gjuhës, autorit dhe mendimit të autorit brenda veprës. Bardhi, ku është më vështirë të përkthesh? Të përkthesh prozën apo poezinë? Dhe brenda kësaj është më vështirë nga greqishtja në shqip apo nga shqipja në greqisht, në gjuhën greke? Së pari do thosha që poezia është më e vështirë për të përkthyer, për një arsye të thjeshtë, pasi poezia është koncentrat.
Është koncentrat mendimi dhe pikërisht duhet gjetur fjala më e shpjegueshme, pra duhet hysh në qelizën e mendimit të autorit për ta sjell atë që i ka dashur të thotë në gjuhën tjetër. Dhe patjetër pra që është më e vështirë. Jo se proza është më e lehtë, por proza ka volumin, por në një farë mënyrë të jep mundësinë e përshtatjes, e përshtatjes dhe duke krijuar konceptin gradualisht, duke lexuar dhe e gjen arrin ta gjesh, sepse natyrisht që nuk do fillosh të lexo për kthe, shkruaj dhe nxirre çoje për botim, patjetër do të ketë disa rishikime, të paktën unë e bëj me shënime edhe aty ku kam dyshimet e mia, mbaj shënime dhe në fund fare i rikthehem pastaj gjatë gjithë kohës së riredaktimeve, do thosha, jo vetëm të një redaktime, por të një rishikimi. Është e lodhshme, por është e bukur. Okej, në vazhdimën e kësaj bisede do të bëj një pyetje pak ndoshta provokuese. Ku ndjet Bardhull Toda më i kënaqur me veten? Tek këngëtaria e vet apo kur ju përktheni autor të huaj? Ose jam më i qetë kur bëj përkthimet për faktin e thjesht, pasi e di që çfarë do bëj realisht, por në një farë mënyrë nuk kam atë përgjegjësinë e madhe siç mund ta kem për krijimet e mia, për një sepse është diçka që të bie barra direkt. Jo se anaskaloj pjesën tjetër, por duke ditur që autori ka thënë këtë dhe e di si e kam sjell në gjuhën shqipe apo anasjelltas, jam më i qetë sepse tek e fundit është një punë që e kam bërë dhe është e verifikueshme që e kam bërë mirë apo jo. Ndërsa tek krijimtaria ime pastaj është e gjithë pesha është e ime, sepse aty është 100% Bardhi, mendimi i Bardhit dhe ndjesitë e Bardhit. Me fjalë ti thua kam përgjegjësinë më të madhe përkundrejt lexuesit. Kam përgjegjësinë më të madhe për veten time, sepse thua për ata të tjerë, thua po mos e puna atyre është. Me fjalë, kështu që nuk është. Jo, nuk thash këtë. Përkundrazi thash tjetrën që është punë e verifikueshme dhe ja, të kuptoj këtë, po tash pak edhe për shaka apo për shtensionim të bisedës. Tani të flasësh për letërsinë dhe të rrish kaq serioz sikur nuk shkon, kupton? Pavarësisht se letërsia është serioze, pra ka atë ëmbëlsinë shpirtërore, ka atë ëmbëlsinë që ta jep atë pjesën e brendshme. Letërsia nuk është fasadë e jashtme, apo jo? Absolutisht. Flasim për letërsi, domethënë që ka embrionin e asaj që është ka magnetizmin e të lexuarit brenda. Bardhi, shiko, a mendon Bardhi që sot në Shqipëri ose në këtë periudhë në Shqipëri vlerësohet puna e studiuesve, puna e përkthyesve, intelektualëve në përgjithësi? Si është këndvështrimi jot? Si e ke këndvështrimin e mendimit për këtë? Realisht unë jam bashkëvujtës në këtë pjesë, me atë që nuk shpërblet. Më vjen mirë që si e vetëm, Absolutisht. Por vërtet për gjithë ata që kanë sipërmarrje të tilla, shumë studime individuale që vërtet janë me baza shkencore, me kërkime të thella, që meritojnë vëmendje, e them me shumë bindje këtë, por fatkeqësisht mënyra e trajtimit të gjithë këtyre pra nuk merret për bazë. Mendoj që Akademia e Shkencave, sidomos për studime shkencore, se kemi jo pak për trevat ndryshme të Shqipërisë, duhet merret më seriozisht dhe t'i ketë parasysh të gjitha këto studime. Natyrshëm mund vi dorëshkrimi, mund vi materiali, pra pa dalë në libër, të verifikohet se ka shumë specialistë dhe është një akademi, kur themi akademi kuptohet është fjalë e madhe, dhe patjetër që gjitha këto studime për mendimin tim flas si fjalë, nuk flas si individ apo profesor. Kuptoj. Jo, kështu për institucione nuk vuajmë ne, kupton, nuk është se kemi super, po. Kështu që patjetër duhet një angazhim vërtet serioz dhe një përkushtim shumë i madh. Dhe tek e fundit puna individuale që ka bërë tjetri, pse mos shpërblehet? Është e detyrueshme për mendimin tim, sepse vërtet nxjerrin vlerën pa. Por këtu kam frikën tjetër, unë personalisht, në këtë lloj droje që ndodh nga autoritetet shtetërore, pra siç është akademia,
sidomos për pjesën e jugut Shqipërisë që ka studime. Unë kam mik shumë të mirë dhe kam patur të intervistuar para rreth një vit e gjysmë në Radio Shkëlzeni, Halil Shabani, që gjerasin ta përshëndes dhe madje kishte dhënë dhe komentin e tij sot për emisionin ton në radio. Respekte. Ka studime të ndryshme për zonën e jugut, sidomos pjesa e Konispolit, pjesa e Ksamilit, e gjithë zona, studime të jashtëzakonshme të botura në libër, pra, por nga shpenzimet e veta. Dhe ndërkohë në intervistin që kam patur në atë radio, ka thënë që diku në zonën shqiptare, në Konispol, është një shpellë që daton ndoshta edhe pak më herët se pra më para atyre gjetjeve të linit të Pogradecit, pra i bie mbi 8000 vjet. Janë gjetur të gjitha shtresat që tregon një autoktoni absolute të kombit ton. Dhe atje mungon investimi për rreth 1000 metra rrugë. Në për 1000 metra rrugë, sa shumë gjëra na mungojnë. 1000 metra rrugë na mungojnë, po thuj se për dishmërinë, jo më të bëjmë 1000 metra rrugë për shkull këtë shpella. Pra 1000 metra janë vetëm 1 kilometër. Absolutisht, okay. Bardhi, duke patur parasysh staturën tuaj, përmes teje, normalisht duhet të kuptojmë diçka më shumë edhe për përgjithësi për artin, për gjuhën, për gjithë ju që shkruani. Sa ju penalizon këto rrjetet sociale, ndikimet e rrjeteve sociale, ose sa ju favorizojnë rrjetet sociale? Duke patur parasysh që shumë materiale, ndoshta edhe jo shumë të sakta, apo gjenden në Google, googlojnë rinia njerëzit, apo i bëjnë me translate, etj. Pra, si e shikon këtë pjesë? Penalizim apo favorizim? E para që do them është që të gjithë duhet përshtatemi me teknologjinë. Duam s'duam, është pjesë e përditshme e jetës tashmë. Por brenda përshtatjes duhet të gjejmë rrugët e zgjidhjes dhe cilat janë të favorshme dhe si duhet i përdorim në këtë rrugë. Pra, nuk duhet të hyjmë të googlojmë apo të hyjmë tashmë në ChatGPT, pra në inteligjencën artificiale për të marrë shqyr që doli chati, sepse shkruajnë njerëzit perfekt, por ama harrojnë të komunikojnë, apo në komunikimin e kanë pak të ndryshëm pastaj. Pikërisht. Dhe pra kjo po krijon një dembelizëm dhe do thosha një katastrofë intelektuale, domethënë brenda çdo individi, sado i shkolluar qoftë apo jo, flas për këtë që e përdorin se ka. Kjo është këtu pajtohem totalisht me mendimin tonë, me fjalë. Sepse është keq përdorimi mes dhe dembelizmi që e favorizon këtë gjë. Po është edhe ti bësh dëm vetesh, të vetkënaqesh me një gjë bosh që ti se ke, a kupton? Pra ti krijosh një vetkënaqësi vetes me një gjë që ti në të vërtetë nuk e ke, nuk e zotëron. Pra çdo individ që përdor këtë në mënyrë të dendur, po krijon artificën e vet, pra po nxjerr në pa një njeri artificial që shumë shpejt është në shkallët e dështimit dhe të humnerës, do thosha, në mënyrë kategorike. Plotësisht. Sepse mund të dalin pjesë pas edhe dhe shumë shpejt mund të dalin dhe libra me autor nga XY dhe minimalisht e kam të sigurt që në një rast promovimi nuk di çfarë flasi për librin që sepse as nuk di ta lexoj. Ndaj thash, mund të kemi njerëz që shkruajnë bukur, sepse jo shkruajnë çati, pra me ë, me i, me e, me q, me gjitha, a kupton? Por në të vërtet nuk e thot çekiçi, por e thot çekiçi, a kupton? Kështu që krijon këto. Gjithsesi, Bardhi, pse Bardhul Toda me gjuhën greke? Përkthej gjuhën greke. Pse keni zgjedh gjuhën greke? Nuk erdhi direkt, domethënë, kjo pjesë e gjuhës greke erdhi gradualisht me hapat e viteve. Pra ishte diçka që në një farë mënyrë më doli si padashje mes rrugës, por gjithsesi nuk më doli e keqe. Pas ka zënë rrugën, po si padashje jeni përqafuar, më fal, u dashuruat kështu.
Pra, historia ka qenë që unë kam qenë disa vite emigrant në Greqi. Më pas erdha në Shqipëri për të ndërtuar jetën me ëndrat e rinisë shqiptare nga atij brezi që nuk du ta lënë atë dheun, patjetër dhe familjen. Interesant. Dhe mbi gjitha partia apo mbi gjitha atë dheu? Absolutisht jo. Atëherë kam unë edhe sot jam pa parti, pavarësisht simpatizimeve të ndryshme për duke parë çfarë ndodhe, kush është më i mirë, jam talent e pjetë për momentin. Ne dikur kemi thënë mbi gjitha partia dhe pastaj atë dheu, kupton? Tash s'ka as partia sa dhe. Partia është për interes atë dhe është i vetë fare. Fatkeqësisht. Po vikoj. Dhe fatkeqësisht dhe madje të bëj një krahasim sot me 7 prillin e 1939-s. Ore nga që ma përmende, nga që ma përmende 7 prillin, kishte ndonjë. A mendon që dikush do marri armën sot ti dali armikut përballë siç bën ato atëherë? Ore lëre 7 prill 39-s, nuk ka shanse. Ore lëre armën tipo nga ma kujtove 7 prillin. Unë as për të lexuar në portale, jo më të ketë ndonjë shkrim ndonjë gjë për këtë 7 prillin apo ndonjë kujton nga institucionet akademike që ju përmendet, nga ajo akademia famshme. Fare, zero. Absolutisht. Disa publikime kanë bërë nga njerëz. Në të vërtet, 7 prilli, qofse bota njeh shtatorin, më qofshe ka bërë një shtatori 1939 kur Gjermania pushtoi Polonin, por 7 prilli ka qenë para shtatorit, pra më 7 prill, po ta shohim tamam ato konturat e epokës, më 7 prill ka filluar lufta e dytë botërore, jo në shtator sikur e njeh historia. Sepse më 7 prill Italia pushtoi Shqipërinë. Shiko, në çdo vend që ka diktator dhe sens diktatorësh në drejtimin e shteteve, natyrisht që epoka fillon kur i bie atyre e keqja apo kur ato bëjnë të mirë. dhe kjo ndodhi dhe me rastin e zyrtarizimit të luftës dytë botërore, pra atë kur Gjermania hyri në luftë, atëherë tha filloi lufta. Ndërkohë populli shqiptar kishte 6 muaj që vunte dajakun. Absolutisht. Jo, thjesht e kisha për këtë akademinë, kupton, se as qarojnë këta, na japin shumë materiale. Përveç se asaj nuk kemi një libër të mirëfill për 7 prillin. Jemi realist. Është ditë historike për kombin. Nga hiçi, me ato armë që kishin të fshehura diku, i dolën Italis me 35.000, 40.000 ushtar. Është e jashtëzakonshme, është një vullnet i jashtëzakonshëm atëtar, nuk e bën kushdo, kush popull. Ne jemi të madhe me shumë gjëra. Shqipëria është i pari shtet në Evropë që krijoi çetën e parë antifashiste. Çeta e Pezës. Është memorial. Si shumë çka. Vonë nuk kriju në Europë. Si shumë çka. Vonë nuk kriju në Europë. Si shumë çka bardhi dhe fatkeqësisht edhe sot vëre ose kam vënë re që nuk e di, ndoshta ti e din më mirë apo janë më shumë dëgjuesve që mund ta dinë më mirë, por akoma edhe sot historia që të lejë që mësohet në 8 vjeçare është shumë e cunguar ose shumë e mangët, edhe pse kemi 36 vite që kemi dalë nga diktatura, akoma ka shumë pak që diskutohet për këto figura që diktatura atëherë i fshiu apo tentoi të fshinë nga historia. Kemi mangësi pafundme, mendoj. Pra jo thjesht nivel akademik, por kemi edhe këtë nivelin e teksteve, historisë, shumë gjëra. Leonard, biseda jo në këtë fazë nisi pra dëmtimi i arsimit. Absolutisht, po s'kemi nga rretullohemi ne aty do shkojmë sepse nga ajo lingji s'ka. Pra një shtet, nëse do të zhdukesh një shtet, eliminoj arsimin dhe zhduke historinë, a kupton? Dhe kjo po ndodh fatkeqësisht. Dhe kjo fatkeqësht pra, a kupton? Kjo është që të dhëm. Kjo është që brenda kësaj fatkeqësie, duke qenë kjo liri e shfrenuar do thosha në lidhje me studime të ndryshme, dhe aq më tepër për periudhën e luftës antifashiste nacional shqiptare, për fat keq, e them me bindje që ka nga ata që vërtet janë trashëgimtarë pasardhës atyre që u bashkëpunuan me fashizmin, dhe sot duan të lustrojnë apo të patinojnë atë pjesë të historisë së gabuar që paraset e tyre ndoqën.
për mendimin tim, sot nuk ka hakmarrje në këtë pjesë. Por nëse nuk kuptojmë gabimet, prapë do bëjmë gabime. Jo, absolutisht. Ky është fakt e ka vërtetuar koha. Patjetër. E ka vërtetuar koha. Shumë vërtet. Por tek e fundit është kjo që ndodhi çfarë ndodhi. Sot asnjëri nuk po del, qoftë nga familjet e dëshmorëve që të dalit kemi 36 vjet, domethënë kaos do ta thoshë në një mënyrë. Ose destabilitet dhe jo një shtetformim të mirëfillt, akoma shteti i brisht. Dhe po të kishte këtë lloj hakmarrjes, pra do kishin marrë armën, do kishin filluar të merrshin hake etj. Absolutisht nuk ka ndodhur për asnjë rast të vetëm. Dhe kjo është një paqe duke e lënë historisë atë që ndodhi dhe hajde të bashkëpunojmë për më të mirën e këtij kondi. Ky është kulturimi i një qytetërimi në fakt. Ky është kulturimi i një qytetërimi, se e çfarë ndodhi është historisë, në historia, por ama jo çfarë ndodhi të vazhdoj të ndodhë në forma të tjera. Kjo është më e keqja, pra tash të illustrosh, të japësh një shkëlqim artificial dikujt që nuk e meriton, për mua është gabim. Dhe madje e çoj deri në ndjesinë e fajit. Pra, ne them që çfarë ndodhi, historia është ajo që i ka vërtetuar. Nuk mund të dalim sot të themi Bardhi ka veshur një bluzë të kuqe ndërkohë që e ka të zezë. Absolutisht. Miqtë mi, na kuptoni sepse të kesh bardhull tonë normalisht që shpërndash në bisedë do merresh pak me historinë, pak me gjuhën, pak me gjitha, sepse duam ta shfrytëzojmë Bardhin në maksimum, meqense ka pranuar të hyjë në këtë rrjet të Window Radio. Dhe nga Bardhi do përpiqemi të mësojmë sa më shumë, sepse kesh bardhull tonë është kënaqësi. Bardhi, 3 dekadat libri i fundit. 3 dekada. 3 dekada, po më fal, tash kërkoj ndjes edhe për lapsus, po kupton, do bëhem edhe unë gazetar, ngadalë, kupton. Pastaj jam gazetar nga Beriu, kupton, në shkoj një në një shtoj. Nuk jam nga Elbasani që është kërthisa e Shqipërisë. Ska. Para këtij romani, para këtij libri, keni patur botime të tjera? Po, në radhën e botimeve si libra, ky është i 9-ti. Po pra se faktikisht unë nuk është se si di, por po dua mi vetë të bësh atë prezantimin ti dhe të kemi gati, sepse historinë e botimeve unë e kam nisur me përkthime nga gjuha greke dhe libri i parë është Hije që ecin, i autorit Kristo Tumanidhi. Në atë kohë ka qenë kryetar i lidhjes shkrimtarëve të Klub Hajkut në Greqi, një personalitet dhe një dashamirës i jashtëzakonshëm i popullit shqiptar. Person që 2 herë që është ftuar në Shqipëri ka ardhur me shumë kënaqësi në vitin 2009 dhe 2010. Dhe para se të vinë në Shqipëri unë kam pas rastin të takoj për herë të parë në Athinë në janar të vitit 2009 dhe në mars për herë të parë i ka ardhur në Elbasan. Më pas vazhdojnë libri tjetër po i autorit Kristo Tumanidhi, Kraja Janis Ricosit. Është një libër në të cilin i tregon gjithë rrugtimin e tij, si e ka njohur Ricosin, se kanë qenë miq të ngushtë me poetin grek Janis Ritsos pra. Dhe ka qenë nxënës i tij. Dhe madje tek ai libër thotë kur shkoi hipi shkallët për tek apartamenti, dridhesh ai teri dhe me drojë rash derës dhe kishte sa fletushka të verdha me shënime. Dhe pasi i korrigjoi Ritsosi, unë i lexova dhe u mahnita tha nga gjithçka sa kishte bërë ai dhe ishin krejt tjetër nga ajo që unë kisha shkruar në poezitë e mia. Dhe i thash shumë faleminderit, po këto janë të tuat, i thash. Dhe i thotë, jo, thotë, ti mendimin e kishe, thotë, por unë rregullova mënyrën e vargur për të nxjerrë mendimin, dhe këto janë tujat. Më pas vijojnë përkthime të tjera, është një përkthim tjetër në vitin 2017. Libri titullohet Për shpirtje, është i autorit Rami Sahari, me origjinë nga Izraeli, një disa gjuhë të botës, në mos gaboj 8 dhe më shumë, për 8 jam bindur që i di, ndër këto dhe gjuhën shqipe. Unë realisht e kam përkthyer nga gjuha greke dhe më pas kur i kanë shkuar poezitë e përkthyera në email, përmes një miku tim që ishte dhe Ura Lise, pra Ilirin Borja, që e përmend edhe pak më lart. Ai që të ka vënë etiketën Hamalli. Po, Hamalli. Fiks. Përshëndesim. Respekt. Edhe unë e përshëndes shumë. Tamam, gjetje.
Flasin këtu të falenderoj edhe zotin Sahari, i cili vërtet është një dashamirës i popullit shqiptar, i kombit shqiptar. Ka pas shprehur dëshirën që të vinte edhe në Shqipëri, por filluan ato trazirat në lindjen e mesme që herët, dhe kjo është një ëndër e së ardhmes tashme, por gjithsesi shpresojmë që edhe ai luftë të përfundojë shpejt, të qetësohen gjëra, sepse është gjithë bota me sy e vesh në atë pellk që ndodh gjithë kjo masakër. Tash këtu janë rrymë politike të cilat nuk kemi njohuri shumë thella se çfarë ndodh prapasken, por ajo që duam dhe dim është që luftrat janë gjithmonë të këqija dhe duhet patjetër të ndalojnë sa më shpejt. Pa diskutim, nuk diskutohet. Dhe miku Rami Sahari ka përkthyer Ismail Kaderen me prillin e thyer në hebraisht, pra në gjuhën e izraelitit, dhe me përkthimin e tij Ismail Kadereja mori çmimin atëherë në Izrael. Dhe ndërkohë ka përkthyer edhe Blendi Fevziun. Me fjalë e njeh ka letësin ton. Po. E njeh dhe njeh shumë mirë. Dhe madje kur i çova pastaj përkthimet në tua drejtë, i shkruan lirit i cili ma dërgoi me lejen e tij dhe thoshte që po e falenderoj shumë Bardhin, pasi është vërtet ajo që un kam dashur të them edhe në greqisht, pra e ka sjellë shumë mirë edhe në shqip. Oh, bravo Bardhi. Super. Është besoj se edhe për ju është satisfaksion kur merrni të tilla. Është kënaqësi shpirtërore, sepse vërtet thash është punë e lodhshme për të kënaq. Domethënë arrin të krijosh një ulësi midis dy gjuhëve, dy popujve, dy mendimeve të autorëve, pra dy kulturave të thella njëra tjetrën. Nëse e përdorim disi ndryshe, është punë që të mbush xhepin, por është punë që të mbush shpirtin, besoj. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Dhe në fund të vitit 2023, në mos gaboj, Rami Sahari boton revistën më prestigjioze që ka Izraeli sot, revistë letrare, një nga poezitë e mia të librit Net, Vëllimi tim poetik, e cila titullohet Heshtjes. Dhe më dërgon mesazh në email, thot kam dëshirë ta botoj këtë, më jep lejen, patjetër ja dhash, sepse thot përputhet shumë fort thot me ndjesitë e mia, thot, edhe poezia jote. Dhe u botua dhe jam i kënaqur edhe për këtë, jam shumë i kënaqur vërtet. Bukur. Ecim te 3 dekadat. Po. Tani është një pasqyrim i 3 dekadave, pra i punës tuaj, i këngëtarisë tuaj, pra mund ta bësh është një analizë komplete asaj jetëshkrimit tuaj. Pra, diçka mund të na thuash për ne që se kemi lexuar, apo për ata që kanë dëshirë për ta lexuar, për ta gjetur si libër? Po, faleminderit. Libri 3 dekada është botimi më i fundit dhe është hera e parë që unë botoj në gjininë e romanit, pra në prozë. Flas si volum libri, se proza kam bërë shumë apo studime të tjera, por që natyrshëm që më ka marrë një farë kohë për faktin e thjesht, jo për mënyrën e trajtimit të temës, por për mënyrën e futjes së elementeve për lexuesin, për ta bërë jo thjesht kuptueshme, por edhe për të ngjallur atë emocion që unë vërtet kam dashur, siç i kam përjetuar vetë për disa ngjarje që aty në libër janë të vërteta realisht. A mos ke tentuar të vish disi ndryshe për këtë, dhe ndoshta ajo të ka marrë më shumë kohë, se të ka stepur në atë vendimmarrje? Jo, nuk është se më ka stepur apo jo, sepse kur e mendova dhe më kristalizu, ka ardhur shumë shpejt si shkëndi prodhimi i këtij romani, duke pas parasysh ngjarjet të viteve 90 e në vazhdim në përgjithësi. Patjetër thash është diçka që brezat duhet të dinë çfarë ka ndodhur në këtë Shqipëri në tranzicionit. Interesant. Dhe aty personazhi kryesor është Ana, pra një vajzë e cila me ëndrat e veta e dashuruar me një djalë, e martojnë me zor jashtë shtetit me një të huaj që ishte një vit më i madh se babai i saj. Vetëm e vetëm. Kështu ka qenë ajo për ju atëherë, vetëm man nga Shqipëria. Pra janë fakte që kanë ndodhur dhe kjo ka qenë thelbi im për të thënë brezave që
vërtet këto ka ndodhur dhe madje kur e ka lexuar dhe vajza ime e madhe që është 17 vjeç, po mirë si ka mundësi tash, sa bukur ke bërë në artistike, jo të keq papi tash, kjo vërtet ka ndodhur. Jo këta se perceptojnë, fëmijët tanë nuk i perceptojnë të gjëra. Pikërisht, mos perceptimi pikërisht, pra kjo është dhe në një farë mënyrë edhe nuk është thjesht një libër letrar, por është një libër që ka ato pikat e historisë, ato pikat e është një libër historik, me fjalë një histori e sjellur në mënyrë letrare, me fjalë. Pikërisht dhe pra ka ngjarje nga jeta përpos mënyrës së ndërtimit artistik, pastaj për t'i dhënë edhe bukurinë, sepse tek e fundit romani është art. Dhe nuk është libër historik. Jo, patjetër po thash ai pjesa e historisë që vjen në mënyrë letrare, pra që të vi. Po. Pra, ky është fakt. Ky është fakt. Absolutisht. Më pas e lidh me pjesën tjetër të zhvillimit me ato rastësi që jo gjithmonë janë të bukura, por në fund fare duke dashur të jap një sens pozitiv të gjithë ngjarjeve, natyrisht që e mbyll me fund të lumtur, edhe pse me vonesë pas 3 dekadash, por pikërisht në këtë forcën e madhe dhe në këto 3 dekada është e dashuria e pastër dhe absolute. I martove më në fund i bëre bashkë. Ato i martoi dashuria vet, jo. Dhe brenda kësaj është ajo pjesa tjetër tragjike, pra siç e thash, që martoheshin vajza qoftë me hir, me pa hir, me të huaj, por është dhe shturja e rinisë më pas që pak a shumë ne kemi të prekshme sot. Patjetër. Përveç faktit se unë realisht romane trajtoj në një kohë tjetër, sikur Shqipëria nuk është më kjo e sotmja, dhe këtu kam një mesazh tjetër në kuptimin e zgjimit të ndërgjegjës popullore dhe kombëtare realisht, me këtë qëllim e kam sjell në këtë lloj forme, për të thënë që kjo Shqipëri po të duam ndryshon. Dhe tek e fundit kush do ta ndryshojë? Përderisa ata lart që merren me njëri tjetrin nuk din ta ndryshojmë, atëherë duhet ta marrim ne vetë fatin ton në dorë. Natyrisht në formë paqësore, por një paqe me këmbgulje, me kokëforci pozitive, për të arritur aty vërtet për t'i thënë atyre trimave në thonjza që vllai dashur deri tash je tall, por nuk kam më kohë për të. Më vjen mirë që ti përcjell gjuhën pozitive, por them të drejtën, nëse i themi kështu sikur e the ti ata lart dhe ne këtu poshtë, them të drejtën, nëse nuk ka një frym radikalizëm, pra flas në atë radikalizmin e moderuar ose një frym ekstreme, ose pra që populli të di dhe të marrë fatet e vetën në dorë, ata lart do vazhdojnë të jenë ata lart dhe në poshtë do vazhdojnë të jemi akoma më poshtë. Patjetër. Minimalisht ne kemi përvoja të jashtëzakonshme nga popujt fqinj dhe nga popujt e Evropës. Po sërish pra, sepse duke parë rumunët, bullgarët, polakët, ku diun, se mos vim te ky perëndimi Gjermani, Itali, Francë, ku diun këta, po marrim këta që kemi patur si motra dikur. Pikërisht, madje edhe në Greqi kam patur rastin kur kam shkuar në fillimet e mia atëherë, shikoja greva nëpër televizione, sepse shteti kishte rritur me 10 dhrami çmimin e qumshit nga të fermerëve. Dhe unë ngritëm nuk e pranoshin rritjen e çmimit. Një protestë e jashtëzakonshme për prodhimin e dershit në rrugë dhe nuk e shit me lekë. Bardhi, si ka libri? Si është prit libri nga lexuesit, nga kritika? Për te asaj miqësisë, me fjalë, flasim kështu në të përgjithshëm. Për mua miqtë vërtet janë ata që ta thot kritikën e pastër dhe ta thot në sy. Jo ai që të thot o sa bukur, o sa i mirë je, o sa ashtu dhe brava pas atë dhe çka pas sa fut kot ky plako. Te këta ka mund të ta mish. Kjo është pikërisht kjo është e vërtetë dhe do thosha që kur ja kam dhënë një miku që ka bërë redaktimin, pra profesor Akim Zhbunit, që ka qenë dora e parë e romanit, e ka pëlqyer shumë. Më pas kur e çova për botim, drejtori i shtëpisë botuese, miku im Pullum Zekthi, që e përshëndes shumë. Pasi e lexoj, më dha disa sugjerime që tha, unë tha e kuptoj, tha çfarë do thosh ti, tha, por
ai duke patur dhe një librari dhe duke qenë në kontakt më shumë me lexuesit, dhe Absolutisht. duke ditur se çfarë kërkojnë, më dha sa mendime të vlefshme të cilat u ula prapë dhe i pash me shumë vëmendje, Ja, ky është ashtu miku. siç më Ja, ky është miku. Pikërisht. Dhe e falenderoj shumë për pos kohës që u zgjata më shumë se ç'duheshe në kuptimin e dëshirës time për ta nxjerrë librit, por ama e falenderoj shumë sepse kjo kohë zgjatje ja vleti dhe sot sinqerisht e them, pa dorashka, që të gjithë ata që e kanë lexuar vërtet kur më shikojnë sy, akoma emocionohen dhe duket që nuk është një lavdërim për t'i bërë qefin bardhë, por vërtet kuptohet nga mënyra të shprehurit që e kanë pëlqyer dhe janë emocionuar nga trajtimi i temës dhe nga i gjithë zhvillimi i ngjarjes. Kjo është e bukur, kjo është satisfaksioni i bukur. Dhe mbi të gjitha, unë të paktën jam krenar për atë që kam arritur, pasi është një nga dëshirat e mia realisht që çdo lexim, qoftë poezi, qoftë një tekst studimor apo një analizë, çfarëdo që të jetë, të mbajmë bërthyer nga fillimi deri në fund. Dhe romani ja ka arritur këtij qëllimi. E them pa dorashka. Bravo. Dhe më falin miq nëse do dukem jashtë modestisë. Jo, shiko, ne duhet të mësohemi për ta ditë edhe vlerat vetes. Nuk duhet, sepse shiko, vëre që shoqëria jon ka të injeksuar, ka si në ADN atë që të ul vetën, pra të jetë më tepër se ç'duhet modest. Kurse në perëndim jo, e thot. Pra duhet të mësojmë për ta ditë vlerat vetes. Nuk është turp të dish vlerat tua. Kështu që bravo. Është sa voluminoz është si libër Bardhi? Tash libri ka 157 faqe me tekst. Mirë. Është një libër që nëse e ke kohën, madje falenderoj moderatorën tuaj, mikën time Dedi Zogu, që e ka lexuar për 4 orë. Në kohë sepse nuk mund ta lije, tha, më magnetizoi aq keq dhe jam emocionuar shumë, tha. Ndërkohë, miq të tjerë më kanë thënë si mund të gjendet libri juaj, për shembull, nëse unë si Leonardo apo të tjerë që na ndjekin nga diaspora apo nga vende të ndryshme të Shqipërisë, Kosovës, si mund të ta kemi këtë libër? Libri deri sot ndodhet vetëm në 2 librari në Elbasan, tek libraria e Pullumzektit, rruga Rinia ose rruga Blinave, siç i thon ndryshe, afër në distancë jo shumë të largët nga shkolla. Ka Blina sërish në Elbasan, si keni prish akoma? Patjetër, i kemi shumë të mirë. Super, që në hijen e Blirit. Okej. Është e jashtëzakonshme në verë atje është hije komplet, ke qef me kalu. Është shumë rrugë e bukur. Besoj se më bukur është me pas qef, me pas si me pushu atë, jo me kalua. Po dhe me pushu, sepse ka le afër që e pi një kafe me shumë kënaqësi. Po më intereson kjo pjesa thjesht edhe për të kuptuar diçka. Pra, nëse dikush nga diaspora ka dëshirë të kontaktojë me ju apo pra ta ketë librin tuaj, ekziston, ja krijoni mundësinë e postës, pra që të dërgoni me postë, pra të bëhet pagesa, bëhet gjithë apo të dërgohet me postë? Patjetër, me shumë kënaqësi, kushdo është i lirë. Ti e ke vetë parasysh, sepse ti moderon vetë në radio në diasporë dhe ti e ke parasysh se si jemi ne të diasporës. Është kënaqësi dhe për ata që do kenë mundësi dhe të jenë në Shqipëri këto ditë të Pashkëve dhe që na dëgjojnë, mund ta gjenë pra ke libraria Pullumzektit dhe te libraria afër ambulancës qendrore të Elbasanit, është poshtë një pallati, një librari shumë serioze. Pra në këto 2 librari është për momentin. Kështu që kush është dashamirës, madje unë se kam sekret, unë publikoj edhe numrin e telefonit, e them dhe tash në emisionin tuaj. Po se do ishin interesante. 00355 67 61 24 630. Atëherë miq, numrin e dëgjuat 61 24 630, ë? 30. Pra 00355 67 61 ose 61 24 630. Bardhull Toda, për të gjithë ata që kanë dëshirë të kenë
librat e Bardhit, apo romanin e fundit, apo librat e tjerë, apo pse jo dhe të konsultoni me Bardhin për gjithë ata që janë artistë, apo që kanë dëshirë të shkruajnë, apo pse jo të paguani Bardhin dhe ja përkthejnë në gjuhë greke, apo kështu që e punësojmë. Vërtet, ku ndjet më mirë Bardhun tota? Tek proza, apo tek poezia, apo te përkthimi, studimet? Ku je që ti thu vetes tani jam wow, pra që relaksohesh? Leonard, tashmë që nxorra dhe romanin, nuk mund ta ndaj dot vetëm nga asnjë tashmë ka kuptim dhe pyetja. Shiko, tashmë ka kuptim dhe pyetja, se po mos kishe nxjerr romanin, s'kisha pse të pyesja kështu. Nuk mund ta ndaj dot vetën, përpos se secili ka lodhin e vet, por do të shtoja diçka tjetër që poezia ka kohën më të shkurtër sepse është më koncentrat, ta ha më pak kohë pasi e ke kristalizuar në një farë mënyrë brenda vetes çfarë do shkruash për atë poezi, pra për atë tematika, apo për atë ndjesi që të vjen. Por dhe të tjerat përpos kohës kanë bukurinë e vet, sidomos kur vjen shija e mirë dhe kaq pozitive, të cilën vërtet unë po e shijoj nga miq dhe dashamirësit që kanë pasur librin dhe kanë lexuar. Çiko, Bardhi, nëse marrim artin si puna prindërimit, kur bësh prind për herë të parë, normalisht do kush e ka atë gëzimin maksimal sepse bësh prind, fëmia i parë, përkujdesja, si thuash, çdo frymëmarrje do të jesh aty. Ai fëmijë rritet dhe lind një tjetër dhe ai fëmia tjetër vazhdon dhe përgëdhelet duke parë rritjen e këtij të parit, vazhdon dhe përgëdhelet ai vogli. Tani ti do vazhdosh të përgëdhelesh këtë romanin apo do kemi prapë të tjera? Tash ka një shprehje popullore që thotë gishtat e dorës dhëmi njësoj. Kështu që secili libër që unë kam nxjerr apo çdo lloj krijimi apo qoftë edhe këto parathënie që kanë bërë në libra të ndryshëm, që miq nuk kanë besuar dhe i falenderoj shumë, apo qoftë në promovime për fjalën që mbajnë lidhje me tematikën e librit të autorit, gjithçka e pëlqej që e bëj dhe e dua pa e bëj, në kuptimin e mirë të fjalës. Që do të thotë unë nuk mbetem tek ajo bëra këtë të tashi, po ve shapkën mbi sy apo po fles sepse arrita atë që desha. Absolutisht janë gjithmonë lëvizje dhe natyrshëm, po mendoj për gjëra të tjera të radhës dhe e thash dhe në radio Shkëlzeni para pak netësh, isha në intervistë në lidhje me librin, që tashmë kam në dorë një shumë fare. I kam miq shumë të mirë dhe ju keni padur dhe fatin, keni qenë dëgjues dhe keni padur një bisedë bukurie dhe përshëndes edhe pse është vona. Po, unë për orë të vona jam, a kupton se shumë për orë të që shton Tiranë për jetë note. Lale, fix për jetë note, lale, për orë të vona. Tashme përpos ngarkesës punës që kam një monografi për të shkruar atë. Do më lejosh të bëj një pyetje, më kanë ardhur disa pyetje, por dhe falënderime në inboxin tim, të cilët i falenderoj dhe i përshëndes përzemërsisht, por para se të shkojmë te këto projekte tua të fundit, me fjalë parashikimet tuaja, kam përzgjedh dy pyetje. Nga që s'm ka thënë për të lexuar emrin, normalisht nuk e lexoj, e di që jeton në Kanada, njëri jeton në Kanada dhe tjetri jeton në Francë. Dhe më thotë, ky Kanadas më thotë, respekt Leonard, thotë përshëndetje për të ftuarin, pe shijoj thotë si emision, thotë edhe pse thotë këtu është ftohtë dhe unë po punoj në skele, thotë, por kam vënë kufjet dhe po ndjek thotë në tunin. Okej, faleminderit. Thotë ma pyet thotë të nderuarin, të cilin thotë që nga shumë eloquent, shumë i artikuluar, thotë sot në shoqërinë tonë kemi më shumë krizë mendimi apo jemi bërë më shumë një shoqëri arrogante. Dhe pyetja tjetër që miku im në Francë më shkruan Leonard, thotë respekte për të nderuarin, thotë që nga vërtet i kompletuar dhe falenderoj thotë që ju na surprizoni në çdo emision dhe keni njerëz të ndryshëm dhe të fushave të ndryshme. Respekte për Elbasanin e bukur, thotë
dhe hijen e Blinit thotë do ishte mirë të ishe me një Elbasan dhije. Okej, si shikon thot universitet e dëgjova thot që foli vazhdimisht thot për arsimin dhe normalisht thot që çdo gjë lind dhe vjen nga arsimi. Por ç'mendim ka thot zotëria thot për universitetet shqiptare thot që më duket sepse aty po dalin produkte pothuajse të papjekura fare në fund. Po i falenderoj. Kështu të bëj sepse unë i lexova live apo parasysh edhe kështu që unë i falenderoj të gjithë ata që më kanë shkruar në inbox. Po bardhë. Sinqerisht i falenderoj dhe për vëmendjen e parë dhe për kohë që edhe në orar pune janë me njërin vesh në duke na dëgjuar ne dhe vërtet. Po kjo është nesia e radios. Radio të jep këtë mundësinë. Televizori është diçka ndryshe se do të ulesh aty, por radio të jep mundësinë ta ndjekësh me kufje kudo. Atëherë ti jap përgjigje pyetjes parë që vjen nga Kanadaja. Pra ishte kjo shoqëri arrogante apo e pa lexuar në mos gaboj. Krizë mendimi. Me një krizë mendimi thotë apo krizë mendimi. Apo arrogante. Unë do të thosha faktin që kriza e mendimit sjell arrogancën për mendimin tim. Sepse një krizë mendimi natyrshëm vjen nga faktor që ndikohen nga ana negative për më tepër se sa nga ana pozitive. Pasi jemi realistë në përditshmërinë tonë, kjo kriza e mendimit i ka çuar njerëzit në një egoizëm ekstrem, për të pasur, pra gjithmonë vetëm për të përfituar aq më tepër. Pra kudo që ndodhen, në i punë shteti, në i punë private, pra qoftë i punësuar, gjithmonë do mendoj si të gjejë diçka të përfitoj jashtë asaj që i takon për të marrë rrogën. Dhe kjo është fatkeqësia e parë dhe pikërisht kjo krizë mendimi vjen patjetër nga ignoranca, nga kultura e dobët, sjell dhe arrogancën. Sepse të gjithë pafsin do ta mbuloj pastaj me arrogancë aq më tepër kur ka një post sado të vogël që ka një farë autoriteti përkundrejt disave që kanë më poshtë vetes, patjetër që do ta mbuloj me arrogancë dhe me prepotencë, siç e themi ndryshe, për mos patur mundësinë që të shpjegohet, sepse nuk ka çfarë shpjegohet dhe nuk di çfarë shpjegoj realisht. Dhe fatkeqësisht si këto në një farë mënyrë masa është zgjeruar, por shpresoj që të mbahet dora dhe të filloj të rrudhë sepse është anë negative në përgjithësi për shoqërinë. Në flas me dhimbje, por vërtet po e përjetojmë. Patjetër, sepse ne përjetojmë dhe sepse aty kultivohet dhe ne mendojmë që kultivohet e ardhmja, kultivohet ajo që ne duam për të evoluar, për të ecur. Dhe kriza mendimit çon në ato rrugë të errta që duhet kapen pastaj pas dikujt. Duhet rish gjithmonë i varur, pavarësisht se mendon që ti po përfiton nga ai ku ke kapur ganxhën, por mos harrojmë tjetrën që ajo ganxh shumë shpejt mund të kputet sepse duke ecur me këtë lloj mendimi, secili shikon interesin e vet, egoizmin e vet, patjetër që do vi koha që do marrësh edhe atë shkelmin e padëshiruar, por që do të vi patjetër. Absolut. Sepse njerëz të tillë asnjëherë nuk janë vetvetja. Dhe kjo është fatkeqësia. Vërtet. Ndërsa në pyetjen e dytë nëse për universitetet, për universitetet, pak a shumë folën për arsimin, po thotë me fjalë hyn në universitet por dalin si e produkti që fut në fund po del pa pjek, me fjalë. E kuptoj dhe pikërisht mendimi im është që kjo krizë nisi që kur në pranimin e studentëve në universitet u hoq nota mesatare, të paktën në Shqipëri. Me idenë që do të japim mundësinë të gjithëve dhe pastaj në fund vitit parë do jetë universiteti ai që do bëjë sitën. Por kjo kërkon ndërgjegje, kërkon përkushtim profesional. Duhet ajo ndërgjegje akademike që dhe aq më tepër duhet kemi parasysh edhe faktin tjetër që duke jetuar në Shqipëri, pjesa më e madhe kur fillojnë shkollën apo vendin e punës nuk thon çfarë pune do bëj, po kë njeh drejtori, kë ka mik drejtori që të më marrë me hatër. Kështu që dhe unë edhe pedagogët dhe drejtorët, dalim në logjikën tjetër, janë njerëz tek e fundit. Dhe pikërisht pra është ai mekanizmi universal që është ligji,
që i rregullon këto detajet vogla që prishin shumë punë të mëdha pastaj më mbrapa. Kështu që për mendimin tim heqja e mesatares për të pranuar në universitet ishte një dëm i madh që i vazhdojmë ta vuajmë në lidhje me akademikët e ri apo me studentët e ri që mbarojnë shkollat e larta dhe dalin pastaj intelektual në thojza. Absolutisht. Nuk është logjike, Leonard, të lutem, dhe besoj më kuptojnë të gjithë dëgjuesit, që me notën 5 mesatare në shkollë mesme të ikësh të marrësh universitetin. Të lutem, nuk shkon. Nuk ka logjik. Si çdo gabim që janë bërë në këto 36 vite tranzicion, maskaradë, ku diun, sepse 36 vite i thonë që Shqipërisë i kanë shkuar në dëm. Dhe ne themi 45 vite komunizëm, diktaturë, por në 36 vite po jemi akoma tranzicion, pra edhe pak po shkojmë deri 45 vjeçari, pra ku diun. Shiko, tek e fundit do dalim ke ajo krahasimi i dhimbshëm, por duhet themi faktin që ajo diktatura e mori Shqipërinë nga hiçi dhe bëri diçka. Jo diçka, po bëri shumë gjëra që ne po mendojmë sot, por ishte kjo fabrikë, po pse u prish më drejt të haj se punoshin kaq njerëz aty. Kurse ne morën me diçka dhe bëm pas gjë. Kjo është e vërtet. Pra, u mor nga hiçi dhe u industrializuar, pra ai sa ishin mundësitë e kohës. Dhe unë e quaj arritje pavarësisht është sistem diktatorial, është pjesa politike tjetër ajo që ndan, por ama ndërtimin. Ai sa pati mundësi e bëni. Por çfarë po ndodh sot? 90% e të gjithë fabrikave u ekzekutuan, do thosha, jo u eliminu, por u ekzekutuan, pra u dënu me vdekje. Vërtet. Dhe sot u gjegën firma private për në një segment apo një fragmente të atyre fabrikave t'ikën të ndërtokën biznese. Atëherë s'ka këtu një pikë pyetje. U kancelu, u eliminu me fjalë çdo gjë, pra okay, do ishte shumë pa diskutim e pa diskutueshme prishja e idesë, prishja e ideologjisë që krijoi ai sistem, por jo çdo gjë ka qenë atij sistem, sepse çdo gjë e ndërtuar ka qenë djersë e popullit. Dhe aty u prish djersa popullit, u prishën minjera, uzina, fabrika, hekur ulla, rrugë, ku diun, pa fund. Me që përmendet minjera, sot me aq sa kam dëgjuar nëpër media, pra ekziston një firmë private në minjera diku nga Pulqiza. Pra, një firmë private pas ka interes ta shfrytëzojë atë minjerë duke punësuar njerëz dhe mirë bën, sepse normalisht punësohen shqiptar aty, por nuk ka mundësi, nuk pas ka mundësi shteti sepse e kishte, nuk është se nuk e kishte dhe po ndërton nga zeroja. E kishte më. Dhe si ajo minjerë ka shumë të tjera. Atëherë duke pasur përfitimin e materialit, a nuk jap vleka që ta rikthesh në shtet dhe të punësosh njerëz? Pra ka ca pika strategjike që mendoj që shteti duhet të jetë pronari këtyre. Sepse vërtet një individ, pra sa do i pasur të jetë, nuk mund të hyjë një angarie për them thonjza për të flas në pjesën e minjerave. Por shteti mund ta bëjë shumë mirë. Sepse aty është minerali, aty është fitimi, pra u mbaj shteti me kromin. Të më lejosh ndërtoi. Më vjen një pyetje nga një mik në Gjermani, thot Leonard, thot respekte për zotërinë, thot respekte për ty dhe për emisionin. Thot kuptova, thot dhe pedagogji zotëri me vëmendje, thot që ka përkthyer, thot nga gjuha greke në shqip dhe nga shqipja në gjuhën greke. Do më intereson të thot si është pritur nga lexuesit grek shkrimtarët apo studimet që zotëria ka përkthyer nga shqipja. Faleminderit për pyetjen dhe është kënaqësi me fol në këtë pjesë. Përkthimi i parë në greqisht është bërë në vitin 2006, në mos gaboj, kur në gazetën Tovima në Greqi është botuar një artikull i imi për Jehonën që i bëhet libri i parë që vjen në Shqipëri nga Krishti dhe quhet Duh më qirinj. Dhe atëherë më bëra një artikull të cilën e lexuam edhe në provokimin e librit dhe autori e kërkoi dhe e botoi në atë gazetë. Më pas kam botuar dhe artikuj të tjerë në lidhje me prezantime librash dhe libri i parë në greqisht është botuar në vitin 2014 midis autorëve Nashe Jorgaçi, Milanov Kallupi,
ish kryetari i lidhjes së shkrimtarëve dhe klub hajkut Konstantin Krysoforidi me qendrën në Elbasan, por me përmasa kombëtare, dhe të autorit Kristo Tumanidhi, dhe është një libër shumë interesant me hajku dhe të shpjegoj paksa për dëgjuesit që nuk e dinë ç'është hajku, është një gjini e poezisë me origjinë japoneze që i kushtohet vetëm elementit natyror, pra nuk përmendet njeriu, nuk përmendet individi apo ndjesia personale, pra siç kemi shumë poezi dashurie, por merret vetëm me elementin natyror. Dhe një nga a merret që Poleni Trandafili dashuroi Polenin Manushaq apo? Jo, është më figurative, jo kaq. Por të njerëzore e thema natyrore, por në vetë hajku shumë filozofik ose do ta dish çfarë është që të, për shembull, hajku i parë që më ka rënë dorë ka qenë i përkthyer pra nga japonisja në greqisht dhe unë e përkthej në shqip për të krijuar edhe idenë. Dhe thuheshe, pusi thellë, kova mbi të lule ka ca vjerse. Dhe çfarë ishte? Ideja pastaj shpjegimi i gjithë kësaj poezie. Në një shtëpi në Japoni, një natë zonja e shtëpisë kishte lënë kovën sipër pusit dhe një lule aty afër që rriteshe shumë shpejt në mëngjes e kishte rrethuar kovën me parritjen e vet. Dhe ajo për mos me e ngacmu këtë kovë dhe këtë bukurinë natyrore, e la aty dhe kjo ishte gjithë ideja, pra pusi thellë, pra kuptimi që pusi i thellë me ujë, por nuk mora ujë se nuk desha të pysh bukurinë e natyrës. E kuptoj hajkun, por pse pikërisht me hajkun në bashkë këtu? Përkthimin nga hajku sepse edhe poetët në atë kohë ishte një zhvillim shumë i madh në Shqipëri, sidomos vitet, në mos gaboj, 2000 deri të paktën sa ishte Zoti Kallupi i gjallë në Elbasan, kishte një zhvillim shumë të madh, sepse edhe ishte shumë i apasionuar pas hajkut. Dhe natyrisht në Greqi ka një zhvillim goxha, madje edhe në mos gaboj Jorgos Seferis ka shkruar në hajku, përpos Zotit Tumanidhi dhe shumë autorë të tjerë të gjuhës greke, pra që e kanë e dashurin këtë lloj poetike. Për shembull, një hajku që tek libri Hije që ecin ma dedikon autori Kristo Tumanidhi. Qershia tona përshëndetje dërgojnë në Shqipëri. Hajku është interesant, po është filozofik, shumë i thellë. Do dish të shpërthesh. Dhe një tjetër që edhe kjo është e bukur, më pëlqen, më parë se ti shkruaj ti përktheve vargjet e mia. Pra më thot autori mua si përkthyes pra për poezitë e tij. Pra më parë se ti shkruaj ti përktheve poezitë e mia. Ja, është vërtet filozofike hajku. Nuk është vetëm filozofike. Padishtoj, edhe është rrymë shumë e bukur, shumë interesante. Bardhi, pak a shumë fillove të më thoje diçka për projektin e së ardhmes, por pata dëshirë të jepshin pak kohë disa miqve që kemi të përhershëm në ndjekje, në emisione. Dhe ku do e shohim Bardhullin tonë në të ardhmen? Në të ardhmen e afërt. Në të ardhmen e afërt. Unë personalisht jam i kënaqur me rrugën që ndjek, kryesisht me angazhime shoqërore. Në Elbasan dhe jo vetëm, kam qenë i ftuar në shumë qytete të Shqipërisë, aq më tepër edhe në trevat e Dardanisë, do thosha, sepse edhe miku jon Agim Zeka nuk e ka qejf përdorin fjalën Kosovë për Dardani. I themi Agim Zekës dhe çdo Dardani që të përdorë Dardani duhet të bën disa lëvizje politike, gjëra të që të kthejnë emrin, se s'kemi çfarë bëjmë me Kosovë është. Dhe patjetër. Dhe në Mitrovic kam dhe miq shumë të mirë, sepse në Mitrovic kam shkuar disa herë, i ftuar në festivale poet. Që kam marrë pjesë me krijimet e mia. Dhe madje kur isha në dhjetor, isha disa ditë para zgjedhjeve të fundit që u bën në Kosovë, takova 2 nga miq, pasi 2 të tjerë në kohën e Covidit truan jetë ndjej dhimbje se nuk lëvizin dot për të shkuar, por të paktën 2 miq i takova dhe
Jam ndjerë shumë i emocionuar dhe vërtet më rinua shpirti kur ishim aty netëm goxha që pim kafe, isha bashkë me bashkëshorten dhe një nga vajzat, të gjithë bashkë. Kam kaluar me mpresa të jashtëzakonshme dhe domethënë janë nga ato ditë që nuk harrohen në jetë. Kuptoj. Dhe do thosha pra në angazhimet e mia pra atë që bëj ndjehem mirë dhe nuk e di nëse do ndryshoj kursin për momentin tashi për tashi, por ky kurs më pëlqen pavarësisht se ka lodhje, do kohë, ka përkushtim, por gjerasin them që në të gjithë ecuri, që është e gjithë punë e pashpërblyer nga ana monetare, por është ajo pasuria shpirtërore, kënaqësia shpirtërore që marrin, gjë që i ka kaluar tashmë edhe familjes time dhe më mbështet shumë në këtë pjesë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, mbështetja e familjes, suporti i familjes, qetësia që të ofron familja është shumë e rëndësishme për një produkt si puna juaj. Kështu që i falenderoj shumë dhe e kam këtë reati në familje që ma jep mundësinë të bëj ato që bëj deri sot. Jam i angazhuar me një shoqat, do thosha, sa me një grup intelektualësh shumë të mirë të Elbasanit, pra elita më e lartë që ka Elbasani sot, dhe them pa dorashka këtë pjesë, sepse vërtet e meritojnë, janë miq të shkëlqyer. Dhe quhet kujtesë për vazhdimsi, e cila ka lindur rastësisht midis meje dhe poetës së nderuar Iliriana Sufuqi, të cilën e presin vi nga Amerika në fund të prillit. Një poete brillante, por edhe një njerëz brillant në shpirt. Dhe në atë kohë kishim një aktivitet me poetekën, me zotin Arjan Leka, i cili solli poet nga Europa, patëm takimin në Bashkinë e Elbasanit me ish-kryetarin tashmë ndjer Qazim Sejdini, ku njoftën me Elbasanin, me historikun, me pjesën e letërsisë, pra ishte një festival poetik i jashtëzakonshëm, dhe aty gradualisht për të nderuar miq na lindi dhe ideja shumë gjetje interesante kjo. Kujtesë për vazhdimsinë. Me Ilirianën, po, kujtesë për vazhdimsinë. Për vazhdimsinë, shumë interesante. Dhe aty të nesërmen në mëngjes, më thoshte Iliriana, Bardhi çfarë mund të japim diçka të veçantë me vete, se edhe pa ngrënë janë. Mirë, po Elbasani ka, domethënë kryesisht në për restorante pilafin për mëngjesin, e ka traditë të hershme dhe vazhdon ta ketë. Por ndërkohë ka dhe atë pilafin e do për mëngjes e për darkë, kupton, s'ka vërzitë. Por ndërkohë ka dhe simiden me bugaçe që është fantastike. Është spektakël është. Ja dy parasisht Elbasan në fjalë, por vërtet spektakël. Dhe aty them Ilirianës, po thash, e kemi zgjidhjen. Ha tha simide me bugaçe, sa veta janë, thash i japim nga një të plotë, se ta ketë me vete, ja paketojmë secilit. Kështu filloi kjo pjesë. Atë ditë që hangëm drekën para se këta të niseshin, pra një ditë më para se të niseshin, çfarë di bëjmë një emërsinë Elbasani, thash këtë do ta zgjidhun, çfarë thash ballaku me Elbasani, por osita një miku tim që i bën shumë të mira, ka një punishte, edhe pse nuk ishte sezoni, e mori përsipër dhe i nderuam, ja çojmë një sport të madh mes tavolinës, u manitën të gjithë. Jo, po kështu dhe me simide me bugaçe. Pikërisht për këto që ti përmendë, do bëjt pa mundur vjet të takojmë, pra që ndoshta mi bën më dhurat këto ti besoj. Me kënaqësi. E që jo bërdo të bjem qylit. Me kënaqësi. Miqtë e mirë janë gjithmonë pritur. Aq më tepër në Elbasan që e kam thënë edhe herë tjetër në një emision që në Elbasan gjithmonë dyert kanë qenë çel. Madje kam një histori familjare, xhaxhai që un kam emrin, Bardulli i parë, dikur kur nuk kishin ujë në shtëpi, pra me çesme si themi sot. Mbushishin diku ke një çesme qyteti afër Rrabit Bezistanit, që është qendër e Elbasanit, se dhe shtëpia tona atëherë kanë qenë diku aty afër. Dhe shikon një çift fshatarësh në rrugë, po ishte shumë vonë, rreth orës 10 të darkës, dhe i merr në shtëpi direkt, pa i pyetur kush janë, nga janë ku do ikin, absolutisht i pa rrugë i mori. Dhe hangën darkë, bisedat normale, familjare, dhe i shtrojnë pastaj për të fjetur, dhe i vën
Vetëm aty e morën vesh ato s'hifeshin fare dhe s'ishin pas short. Se gati ishin duke i vënë në dhomë për bashkët në Kremadopjo. Pra nuk pyeste Elbasanliu që kush je nga e që pa të marrë shtëpi, absolutisht shikonte rrugë, hajde futu streho, rregullore ato. Bukur, ja ka Kështu që dhe ju dhe kushdo nga miqtë tuaj ja si një pritur. Jo, edhe se mitën Bugaçev edhe pilafin e mora vesh që ti e dhoroke këto, kupton, kështu që këtë zoj harroja, kupton. Edhe biles të pjesë që ti deklarove, do shkëpus dhe baj gjithmonë shumë telefon që kur të takoj të shiko, bardhe, dëgjoje këtë që ke thënë, a jemi dakord. Me kënaqësi edhe po se ndave veç, unë e maj me çfarë them dhe Jam mirë, ka që me qenë. Bardhe, unë kështu e pata menduar të bashkëbisedonim, nuk e di se sa shijova, po sa unë isha në të lartësinë e duhur, por pata menduar në të lloj mënyre dhe nëse ti ke diçka që unë se kujtova të ceka, po ke dëshirë që ti vetë ta thuash, mikrofoni është i tëri për ty. Unë të falenderoj për hapësirën. Atëre për kurëshit e dëgjuesve që na ndoqën, mund të lexoj poezinë Heshtjes, e cila u botua edhe nga miku Rami Sahari pra në Izrael. Shumë bukur, fantastike. Dhe më tepër e kam në formë përshëndetse për të gjithë dëgjuesit që kanë qenë të vëmendshëm ndaj këtij emisioni dhe ndaj radios tuaj në përgjithësi. Dhe mirënjohës. Faleminderit dhe titullohet pra Heshtjes. Heshtjes i thash të hesht, por nuk më dëgjoi. Me kërcënim i fola, por ajo heshtse, dhe atëherë, për ta prishur, fillova të flas vetë pa mbarim. E çfarë thosha? Heshta dhe vetë që të heshtë dhe ajo. Shumë bukur. Kjo ishte poezia. Shumë bukur. Heshta dhe vetë që të heshtë dhe ajo. Heshtën të dy në heshtën, po e di se heshtja shumë herë, shpesh herë, flet më shumë se çdo tekst, flet më shumë se mira fjalë. Ai që di të heshtë dhe di të dëgjoj heshtjet. Bardhe, të jam mirënjohës dhe shpresoj që do jesh edhe herë të tjera, do të kemi edhe herë të tjera në emision, do kemi edhe herë të tjera bashkëpunime, bashkëbisedime, bashkë me dëgjuesit e Window Radio. Me kënaqësi Leonard dhe madje ndoshta do më kritikoj paksa deti Zogu, por në radion tuaj kam lënë edhe për të diskutuar për librin me poezinë ne, që një nga poezitë është kjo pra Heshtjes. Kështu që do të jetë në një emision të ardhshëm në valët e Window Radio.de. Kështu që ju falenderoj për hapësirën që krijoni dhe e falenderoj përzemërsisht Deti Zogun, moderatorën dhe bashkëpunëtorën e Window Radio, për të cilin jam shumë mirënjohës për emisionin, për punën dhe për këndishmërinë, sepse Deti për vetëm se është moderatore, shpesh herë na sugjeron edhe të ftuar, ndaj për mundësi kontaktesh, pa që ti kemi në për emisione, është vërtet një person aktiv dhe një person që sinqerisht përcjell tema se pozitivitet, dhe i jam shumë mirënjohës. Edhe unë gjithashtu dhe aty pas do kemi ndoshta të gjitha poezit mund lexohen, është një libër i hollë, se unë nuk jam dashamirës shumë i volumit se sa i cilësisë, realisht. Dhe më mirë të nxjerr dy volum. Unë jam për muhabet, bardhe. Kur të kesh për të bërë muhabet, ulemi këm krysh, bëjmë muhabet, a kupton si në oda burrë është dikur, unë për kështu jam unë. Për këtë tjerat pastaj kemi Detin, kemi emisionin Ora Poetike me Mimoza Hoxhagasën dhe me Aleksandr Shallvarin, pra unë jam për muhabet. Bardhe, të falenderoj për zëmërsisht. Dhe të urej vetëm suksese në çdo hap tjetës. Ju falenderoj edhe unë për hapësirën dhe dëshirën që t'isha mes jush, dhe vërtet edhe pse e emocionuar, moderimi juaj më bëri më të lehtë dhe shumë të këndshëm këtë bisedë, dhe vërtet ju jam shumë mirënjohës dhe falenderoj të gjithë dëgjuesit e radios tuaj, dhe ato që na ndoqën sot dhe të gjithë ata që bën pyetje dhe ka të tjerë të cilët ndoshta nuk arritën për efektin e kohës, por nëse ka dikush në një pyetje që të ka ardhur për ta nderuar, që mendoni që duhet bërë. Unë me Facebook nuk është se merrem, por mund në Messenger dhe në WhatsAppin tim, më shumë janë falenderime dhe janë këto kënaqësitë e bisedës, ato që më duket si më interesante, pa rëndësishme është
të gjithë i kemi pozitiv, dhe atë që më duket si më interesante ne i përcollëm. Po. Atëherë Sepse ka edhe nëse nga më këto, lejohet, ka edhe nga këto, mi fjalë, Elbasani ai ka marrë gocë të bukura si tani, Elbasani është qytet i bukur, ka qenë qytet i zhurmshëm, tani e bërë qytet. Mediat e Shqipërisë e kanë bërë shumë të frikshëm. Ka të tilla po, gjëra. Por po, bardhi. megjithatë, nëse më lejohet, në lidhje me romanin mund të lexoj disa pasazhe të vogla të fundit të mbylljes së romanit, për të dhënë dëgjuesve një hapësirë më shumë dhe për të krijuar një ide më të qartë, sepse 157 faqe natyrisht që nuk mund të diskutohen brenda një nate, dhe aq më tepër që unë pres gjithmonë vlerësimin e lexuesit, sado qoftë negativ dhe madje ato vërtet i pranoj me shumë kënaqësi, sepse vërtet të rrisin dhe të bëjnë të reflektosh dhe të kuptosh se ku gabon dhe ku je mirë. E them me shumë sinqeritet. Dhe në mbyllje të romanit, pra, është një pjesë e shkurtër në lidhje me personazhin kryesor, pra jemi në kohën mas 3 dekadave. E gjithë e shkuara ka qenë vetëm dhimbje, vetëm brenga, vetëm bështëk shpirtëror. Mungesa e marrëdhënieve të shëndosha midis prindërve dhe fëmijëve, dhe ca më keq, diferencimi që bën prindi mes fëmijëve është një padrejtësi që më shumë se kushdo ana e vujtit gjatë dhe shumë ashpër. Shiko si fotografinë e teatrit për një kohë dhe mes tyre mund të ketë nisur edhe një bashkëbisedim i heshtur. Nuk ishte më vend për kthim në kohë, por koha vetë e bëri mrekullim. E pash me vëmendje, por nuk fola. U larguam. As gjatë kthimit në shtëpi nuk e pyeta pse i tha ato fjalë. As nuk kam ndërmend ta pyes kurrë për ato që tha. Edhe pse të drejta, vendimet e saj ishin mbushur dhe keq kuptuar, ishin ndrytur dhe keq kuptuar për gjatë jetës. Tashmë, ajo ka të drejtën më të madhe dhe është e lirë në vendimet e saj. Gjithkush duhet të marrë atë që meriton. Ajo përmbush një detyrim ndaj një jete të ikur. Dhimbjen e vujtjes të së kaluarës e mbuloi me heshtje dhe e dënoi me harresë. Kështu mbyllet romani. Shumë e bukur dhe interesant. Në fjalë të krijon atë këshërinë që ta kesh dhe ta lexosh. Për te mikut bardhi, pra që mund të kesh mik, që mund ta krijosh atë miqësinë, lidhjen, por thjesht po ta dëgjoj dikush këtë pasazh, vjen të çonte ajo pjesa e këshërisë që dua ta lexoj. Dhe duhet të kujtoj që këtu vjen mas shumë peripecis, është një jetë e tërë, Absolutisht, këse ka 3 dekada, me fjala, kuptohet. Faleminderit bardhi. Atëherë Leonard, po, faleminderit ju, natën e mirë, suksese dhe miru t'jofshin në emisionet e tjera. Dhe qoftë si dëgjuar, qoftë si ftuar në ciklet tuaj Horizont. Ju falenderoj shumë. Natën e mirë dhe suksese. Dhe faleminderit miq që na ndoqët. Faleminderit. Natën e mirë. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizont për sonte me të nderuarin Bardhul Toda, ku u përpoqem të bashkëbisedojmë thjesht, të flasim thjesht, të kuptojmë diçka nga puna e Bardhit, nga jeta e Bardhit, apo nga vetë ajo, si thosh, shoqëria, nga turbulencat, kthjellimi, lumejnë, projet, pra të gjitha këto që shoqërojnë shoqërinë shqiptare dhe sidomos në këtë 35-36 vitet e fundit të pluralizmit. Dhe u përpoqem pra të kuptojmë diçka më tepër, të njohim Bardhul Todën dhe të gjithë ju që keni dëshirë që të keni librin e Zotit Bardhul Toda, 3 dekadat apo librat e tij me poezi apo përkthimet e Bardhit, pra përveç se në libraritë e tija në Elbasan, pra atje ku është libri, ju mund të kërkoni edhe në Facebook Bardhul Toda dhe mund të shkruani, mund të komunikoni dhe pse jo Bardhi mund t'ja krijojë mundësinë që librat t'ja dërgojë më poshtë dhe kudo që ju të jeni. Pra, ne u përpoqim të themi diçka, ju shpresoj që jeni përpjekur për të kuptuar diçka
dhe ne tham, aq sa mundëm, ju kuptuat, aq sa mundëm dhe unë të gjithë ju përqafoj përsëmërsisht për kohën që na dhuruat, për suportin që na dhat, dhe ju rikujtoj që ritransmetimi i emisionit është në orën 3 pas mesnatë në orën e Evropës, ose në orën 21 në orën e Amerikës dhe të Kanadas. Emisioni do jetë edhe në YouTube, në faqen zyrtare Horizon Window Radio Hapësirë.de. Miq, shpesh nga ju më shkruani për ritransmetimin. Pra, ritransmetimi është vetëm në radio, përmes platformave Radio Box, TuneIn, Radio Ship, apo edhe në shumë platforma të tjera, ku ju mjafton që të keni njërin nga këto platforma ose nga këto aplikacione, qoftë Play Store, qoftë Apple Store, të kërkoni Window Radio dhe ne jemi aty 24/7, edhe me muzikën, edhe me ritransmetimet e emisioneve të tjera. Por duhet të rikujtoj edhe një herë që nesër në orën 16 fillon emisioni më i ri, pra starton emisioni më i ri në Window Radio, emision për fëmijë dhe të rinj, Zemra Shqip, ku janë moderatorë Mimoza Hoxha Agastra dhe Aleksandër Shalvari, ku do jetë një emision për fëmijë, pra do jetë çdo të shtunë në orën 16 emisioni për fëmijë dhe dua të ftoj të gjithë poetët, shkrimtarët që shkruajnë letërsi për fëmijë dhe kanë dëshirë që të jenë pjesëtar apo të jenë pjesëmarrës në këtë emision, mund të na shkruajnë qoftë në rrjetet tona sociale, qoftë në numrin zyrtar të radios, qoftë edhe vetë Mimoza Hoxha Agastas apo Aleksandër Shalvarit, apo moderatorëve të tjerë, po ashtu edhe të gjithë ata prindër që kanë dëshirë që fëmijët e tyre të jenë pjesëmarrës në këtë emision, qoftë me këngë, qoftë me pralla, tregime, histori, ku diun çfarë të kenë dëshirë fëmijët e tyre, mund të kontaktojnë në të njëjtën mënyrë dhe ky emision do jetë çdo të shtunë në orën 16. Pra, Mimoza Hoxha Agastra dhe Aleksandër Shalvari, sikur ka emisionin Ora Poetike që e startuan të mërkurën në Window Radio, të mërkurën që kaloi, po këta dy do kenë dhe emisionin për fëmijë. Kështu që Window Radio me përkrahjen tuaj, me suportin tuaj, po përpiqet dita ditës të rritet dhe të ketë emisione të reja dhe program të reja, kështu që surprizat e tjera në vazhdim ju presim dhe shpresoj që do jemi ata shërbëtorë të dojmë për ju, po dhe ju dëgjues, të gjithë që keni dëshirë të komunikoni, të flisni, të promovoni, të tregoni diçka, ku diun, për çfarë do të keni dëshirë, mos hezitoni, na shkruani dhe mikrofoni i Window Radio do jetë i hapur për ju. Unë ju lutem kemi në radhës nëse mbroma me emision tjetër dhe me të ftuar të tjerë, ju them natën e mirë, kalofshi mirë dhe shumë faleminderit për kohën tuaj. Horizon nga Leonard Koja në Window Radio.de.